Ju njohi me shtypin e ditës, e premte 30 maj, nisi me gazetën Panorama që në faqen e parë të saj shkruan: krimi i paralajmëruar në një pallat me vrasësin e djalit, absurdi i gjykatës. E moshuara Namire Koka tregon se djali i saj Halil, i vrar pabesisht më 14 shkurt 2024 pranë banesës së tij në Durrës, kishte denoncuar 3 herë në komisariatin e policisë me data dhe përshkrime të hollësishme 3 kërcënime që ishin bërë nga ana e 35 vjeçarit vrasës. Ilir Koçilja nuk do t'ju zgënjej më, presidenti i Komisionit Evropian i premton Ramës integrim të shpejt, kryeministri mik e çmuar. Para luftës ishin 30.000, tani vetëm 650 veta. Befason studiuesi rumun, nuk ka më komunitet shqiptar në Rumani. Zgjedhje, debate dje në Kuvend, Berisha përplaset me Spiropalin. Tarifat vendore, kompensimet dhe taksat deri në 16% shtesë për pensionet. Një histori e panjohur kur sportistët bënin sport me gjyslyk. Nga Arben Male do të lexoni opinionin me titull: prioritetet kombëtare nuk mund të parcelizohen apo të privatizohen. Ferri im, opinion ky nga Edison Nypi. Vazhdojmë të me fjalën. Shoba mesazh tjetër për politikën, vetëm me ata që punojnë. Ambasada amerikane në Tiranë shpërndau mesazhin e zëvendës sekretarit të shtetit Christopher Landu në Asamblenë Parlamentare të NATO-s 2025, duke theksuar se Shtetet e Bashkuara do të punojnë vetëm me ata aktor politik që janë të përkushtuar ndaj një realizimi praktik për vendet e tyre, duke refuzuar ekstreme dhe politikën e pafundme, në një kohë kur Shqipëria përballet me sfida politike dhe pas zgjedhjeve të fundit. Po do nuk një zgjedhjet, por Berisha shkon në Kuvend. Pavarësisht se i cilësoi zgjedhjet e 11 majit një farsë kriminale, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha dhe grupi i tij parlamentar mori pjesë dje në seancë plenare. Seanca e parë pas zgjedhjeve përfundoi me tension, ndërprerje dhe tone të ashpra, ku kreu i PD-s akuzoi eksponentë të Partisë Socialiste si të lidhur me krerët e grupeve kriminale në tjetërsimin e votës. Zgjedhjet e 11 majit, Berisha mbledh të vetët, analizë për dështimin. Rajoni, Rusia akuzon Serbinë për armatosjen e Ukrainës. Këto ishin disa nga titujt kryesor të gazetës Fjala. Vazhdojmë më tej me Telegrafin. Kjo gazetë çelet me kryeartikullin Departamenti Amerikan, liria e fjalës dhe shtetëndërtimi kushtetues, vlera thelbësore. Rikthehet Kuvendi, pozit opozit 15 minuta seancë, kandidatët që u mundën me kuotë gjinore dhe 82 deputetët që do të mungojnë në shtator. Damian Gjiknori, takimi, fal kontributit të gjithë secili prej skuadrës, u arrit rezultati historik në Vlorë dhe fitoria e 11 majit. Profesor Dr. Lush Susaj, zgjedhjet e 11 majit ishin të paravendosura shumë kohë më parë nga dita kur nisi cikli politik i votimeve. Vazhdojmë me denoncimet për 11 majit. Martin Hens, prokuroria gjermane po heton DHL pasi dyshohet se një organizatë kriminale ka ndërhyrë në transportin postar duke zvendësuar fletët e votimit. Masakra mjedisore pushton tokë dhe ajër me mbetje spitalore dhe inceneratorët fantazm të zotës zemërtirit. Banori, nga shtëpia shikoja malin e Prushit, tani të plehrave. Rama në ceremoninë e çmimit të Unitetit Evropian për presidentin e Komisionit Evropian. Kryeministri Edi Rama mori pjesë në ceremoninë e akordimit të çmimit Karli i Madh për presidentin e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Vazhdojmë me ditën. Rama, Veliaj dhe Spak ka ardhur koha për qartësi nga Brukseli, nga vendet anëtare, nga të gjithë ata që duan të ardhmen e Europës. Paraburgimi arbitrar nuk ka vend në një demokraci europiane. Përse u thirr vetëm Edi Rama në folenë e ish armiqve të tij brenda CDU-s gjermane? Pse Rama ishte i vetmi kryeministri i të gjithë Ballkanit, jo vetëm atë perëndimor, në evenimentin VIP ku ndodhej dhe kancelari gjerman, gjasat apo hipotezat që duke më afër realitetit. Çfarë na tregoi vota nga Mërgata? Vota e mërgimi ndërkohë e nxjerr shërnajën politike dhe matan kufirit. Mërgjimtarët bashkë me vendin lanë edhe tensionet politike pas për të bërë njësh rreth vlerave që bashkojnë. A do të rrëzohet Rama në shtator? Një analizë kjo që gjeni në brendësi. Sa optimist jemi për antarësimin në Bashkimin Evropian? Dallojmë në rajon. Gazetaria, kush është personi që Meta thotë tradhtoi dhe pse u largua Gjokutaj si avokati i tij? Presidenti i Kolumbisë denoncon lidhjet e mafjes shqiptare në Amerikën Latine. Vazhdojmë me pse Shqipëri-Serbi është më shumë se sa një ndeshje futbolli. Këto e të tjera i gjeni në brendësi të gazetës të detajuara dhe të plota. Dhe si gjithmonë në fund Panorama Sport.
Derbi i Ballkanit, Seria A zbret në Tiranë, Shqipëri-Serbi me shije italiane në fush, luajnë 12 futbollistë, sulmuesi mes rinovimit dhe ofertave zbulohen prapaskenat me Dakun, portieri Berisha, hero në Suedi por i harruar në kombëtare, blut, Neziri drejt Dinamos që për kupat e Europës, Tirana, Osmani vë kushte, Halili nxjerr 700.000 euro, Superioria, Partizani sytë Mala, Lika, vllaznisit duan 4 blerje, zyrtare Aleksi edhe 3 vite me Ignat janë kampione, rrethit 82, Shqipëria ngecë malore, Jong Mans prenoton fitoren, MotoGP, Marquez dua titullin e nën si Rossi. Vazhdoj me Inter PSG, Inzaghi burgos ekipin, Mkhitaryan janë në finale 26, Itali, Conte qëndron te Napoli, Allegri shkon te Milani, Angli, Osimhen te United, Liverpool 60 milion euro për kupon, Spanjë, Flick, një vit ëndrash, Reali më i vlefshëm në botë, dhe me titull kryesor të gazetës Panorama Sport e përfundojmë leximin e shtypit për ditën e sotme.